Mirëmëngjesit dashur shikues të Agon Blu, ja tek nisim javën ditë e hënë, ndërsa qyteti i Vlorës është zgjuar i qetë, temperaturat vazhdojnë të jenë të larta, dhe që në orët e para të mëngjesit ndjehen pak ato temperaturat siç kemi kaluar këto ditë, pothuajse një zakushi e papar, por ne do të ndjekim pak parashikimin e motit për ditën e sotme në qytetin e Vlorës, por edhe në qytetet të tjera të vendit tonë, dhe rikthehemi pas pak në studio. Ndojqim parashikimin e motit, me sa duket do të kemi rreshje shiu, si që tregon tabela, por Vlora në fundjavë, themi, ka patur goxha lëvizje, festuam ditën e verës, në 14 mars, pothuajse atmosferë krijuar pranë sheshit tek stadiumi Flamurtari, fëmijët cilët kishin organizuar panajir nxënës së shkollave, por gjithashtu ishte prezente kryetari i bashkisë, edhe festa vazhdoi nëpër lungomare, kush dhe pinte një kafe, sepse temperaturat ishin goxha të larta dhe koha ishte e qëndrueshme. Po ndërkohë ne do të shkojmë në një hapësirë muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio. Ndojqëm hapësirën muzikore, ndërkohë mos nguroni na telefononi, kemi vendosur numrin tonë në ekran, cili është institucioni ku merret rishfet, kush e mban mendin e parë, na telefononi ose një mesazh. Ndërkohë të flasim pak për ditën e verës, nuk është vetëm një festë për pranverës, por edhe një moment kur të shijuar traditat më dashur, ballokumet mbeten simbolik kryesor, ndërsa artizanët sjellin punimet e tyre të veçantë në panajirin festiv në kryeqytet. Si u prit atmosfera nga qytetarët dhe çfarë ofroi panajiri këtë vit? Ndiqni pak kronikën të realizuar nga kolegja jonë në Tiranë, Pamela Shabani. Dita e verës në këtë ishte e plot pa ëmbëlsirën e saj simbolike, ballokumet. Në panajirin e organizuar me rastin e kësaj feste, ballokumet ishin ndër produktet më të kërkuara, duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve të shumtë, veçanërisht të fëmijëve dhe të rinj. Ke dalë sot në ballokume? Me kë ke dalë? Kam dalë me babin, me nënën dhe me hallën. Ballokumet i përgatisin në shtëpi apo i merrni të gatshëm? I përgatisim në shtëpi. Po ti recetën ta ka mësuar nëna? Po. Do na e tregosh tani sot? Po. Do 8 kokrave të freskëta, do 1 kilogram sheqer pluhur, 1 kilogram miell mistri, të bardhë dhe të verdhë, dhe 1 kilogram gjallë të freskët. Unë 3 vjet kam që dalë vetë, zvarë ditën e verës. Përkrahas shijeve tradicionale, panajiri ka ofruar edhe një gamë të gjerë punimesh artizanale. Një nga artizanet e pranishme ka prezantuar koleksionin e saj të punimeve të dorës, duke sjellë çorape të leshta, mbulesa të qëndisura dhe veshje tradicionale të punuara me mjeshtëri. Panajiri i ditës së verës jo vetëm që sjell gëzim dhe atmosferë festive, por edhe ndihmon në ruajtjen e traditave shqiptare, duke promovuar prodhimet vendase dhe artizanale që i mbajnë gjatë këto vlera brez pas brezi. Në njerëzve ofrojmë punë doret, mbulesat e valinës, shalla, çenta, kostume, çorap, bëm tonë me dorë. Pra këto janë punime që kanë qenë shumë të hershme dhe sot pothuajse në treg janë zhdukur. Janë zhdukur, por unë i kam ripërullu prap sikur i kam përpore. Unë i bëj prap vekun, i bëj punën e dorës ata. Pra ju i përgatisni vetë? Pa. E keni këtë gjë tradit nga familja juaj? Nga familja, qysh kam punu qysh moshte dhe e kam vazhdu prap. Po fëmijëve tuaj, a do ja lini këtë tradit? Kush e don, mësu e kanë, po është e vështirë me e punu e kanë pak më zërë. A janë njerëzit interesuar për këto lloj veshjes? Po janë kanë, dhe që thonë se janë të bo panajirë rrallë, se bo më shpesh kohë. A merrni pjesë në çdo panajir që bëhet? Po, ku çdo panajir. Edhe vjet jam kanë to. Çdo vjet që thonë marr pjesë. Unë kanë të pallat e kongreseve. Ku do në ligjën e keni tash. Sa vjet keni që merrni pjesë në panajir?
qysh që është hapisht të demokracia, ne kena marrë pjesë të në herë. Edhe për para, po, i kena pas një pikë shitjet, dhe kena dalë çdo 2 herë në javë kena shit. Që do të thoni ty njerëzve për të mbajtur traditën e tyre? Traditën e tyre, ata kanë merit, kush e man traditën? Është merit e të një. S'ka nevojë mi thonë kërkush. Kjo bën gjë që kjo punohet. Edhe të mlohet lojmë vete, përshkojmë me policën e përshpatëm dhe fillojmë e bajmë. Kjo është një gjë që është e paarritshme, pak e kush e bën. Kush e ka si thonë si në zemër që me punu dhe punojnë. Se punë zorshme është. Nëse e marrim me zona, të flasim për Jugun, këto tradita pothuajse kanë humbur. Sidomos veshjet tradicionale janë shumë pak. Po në veri ka Shkodra, ka si thonë, e kena traditë. Punojmë shumë Shkodër, kena tregun që shesim atje, edhe në Shkodër na bëjnë panajire shumë shpesh. A merrni pjesë në panajiret e Shkodrës? Po, merr pjesë. A ju vini nga Shkodra apo jeni banos Tiranë? Unë jam në Shkodër, për Shkodër ka marrë sot. Veçanërisht për panajirin. Po, veç për panajirin. Për njerëzit, punimit inshallah si thojnë ky vit i marr, me mend kry, se çato u bën sa tu pa kur xham këtë kot. Tu arrestu njerëzit kot, ata që bojnë nuk i burgosin njerëzit e papajshëm. Ja tek jemi rikthyer në studio pasi ndoqëm kronikën realizuar nga kolega jonë në Tiranë, Pamela Shabane. Ndërkohë do të flasim pak për zjarret në fshatin Tragjas, kur siç e keni ndjekur dhe në media, një zjarr i përmasave të mëdha, çka rrezikoi 10 banesa që ishin shtëpi pushimi për fal ndërhyrjes efektive të zjarrfikëve, të cilët janë heroje, kemi thënë që edhe pse me vështirësitë që kanë që hasin, ndërhyn në kohë dhe era e fortë që favorizonte zjarrin për të përhapur me një shpejtësi të madhe duke shkuar drejt banesave që ndodheshin aty, pra kishte një ndërhyrje në kohë dhe u vendos situata në kontroll pas disa orësh, por këto janë pamjet që nga fshati Rexhepaj në Vlorë, ishte mbrëmjen e dieshme, se shikoni është një tjetër zjarr mbrëmjen e dieshme në një fshat pjesë e Bashkisë së Lenicë, kur është në një zonë pyjore, pra duke ndjekur pisha dhe bimësi, ndërsa këtu jemi në fshatin Tragjas, në hyrje të fshatit Tragjas, që zjarri po përpinte çfarë i dilte përpara, por ndërhyrja në kohë e zjarrfikësve, por dhe banorëve që ndihmuan me mjete rrethanore për të vendosur situatën në kontroll, ndërsa për të pasur situatën nga afër ishte edhe ministri i mbrojtjes Piro Vëngu dhe gjithashtu më pas edhe drejtuesi politik Buja Leska, i cili kanë qenë prezent për të parë situatën pasi u vendos dhe në kontroll. Ne do të ndjekim pak të dy intervistat. Fshati Tragjas, më themi si situata, zot ministër? Problema të gjithë, atëherë gjendem këtu pranë fshatit Tragjas, në fakt, në afërsi të kryqëzimit dhe të Orikumit. Mbasi zjarrfikësit e Vlorës janë njoftuar për një zjarrvënie që padyshim rrethanat tregojnë që është e qëllimshme. Të gjitha skuadrat e emergjencave civile të Vlorës Bashkisë, por edhe të Pashalimanit janë angazhuar me një herë. Dua të falenderoj këtu të gjithë skuadrat e emergjencave civile zjarrfikëse të Bashkisë së Vlorës, të cilët të gjithë ditës në mënyrë të përsëritur janë përgjigjur të gjitha emergjencave të kësaj natyre që kemi patur një ditë me erë të tepërt dhe kanë realizuar shuarje në kohë rekord, qoftë në Bashkinë së Lenicës sot, qoftë edhe në Bashkinë e Vlorës. Fatmirësisht një front zjarri i cili duke sikur po rrezikonte disa banesa është parandaluar në kohë nga zjarrfikësit dhe jemi besoj në rrethana tashmë më të qeta, pavarësisht se skuadrat do vazhdojnë të angazhuara dhe të kenë rotacion gjatë gjithë natës në mënyrë që banorët të qëndrojnë të qetë dhe pronat e tyre të mbrohen dhe jetë njerëzisht të mos i vendosen në rrezik. Ka patur dëme?
për momentin nuk janë evidentuar dëme në banesa apo në njerëz, vetëm sipërfaqe dhe parcela me shkure, kryesisht me shkure. Në fakt, nesër në mëngjes do bëhet evidentimi i plot, edhe me ditë. Infrastruktura parsorë dhe kritike dhe sigurisht dhe në stacioni që ishte dhe raku kryesor i skuadrave është jashtë rrezikut, siç e thash, mbetemi vigjilent pasi do jetë një natë me erë dhe duhet kemi vigjilencë maksimale. Faleminderit. Faleminderit ju. Lajmi i mirë është që zjarri u vendos në kontroll, kjo fal përkushtimit të zjarfikse dhe banorëve të zonës. Ato 10 ndërtesa që u rrezikuan, ai rrezik ka kaluar, por megjithatë kujdesi dhe vëmendja duhet të jetë në maksimum. Në fakt kur vinë dhe shikon punën dhe përkushtimin qoftë të zjarfikësve, qoftë të banorëve të zonës, të vinë keq se sa dobët janë të pajisur zjarfikësit tanë. Qoftë për sa u përket mjeteve motorike apo dhe vetë këto mjete, pra makinat zjarfikëse, lënë shumë për të dëshiruar. Le të urojmë dhe shpresojmë që të vihet totalisht në kontroll, në masën mbi 80-90%. Për fat të mirë, në masën 80-90% tu flakët janë vënë në kontroll, duhet të Pra, ndoqim të dy fjalën e drejtuesit politik Buja Leska, por dhe ministrit të mbrojtjes. Ndërkohë ne do shkojmë në një kemi telefonat sepse kam marrë drejtë. Alo, mirëmëngjes. Si jeni zotëri? Po një gjojnë atë deputetin në Vlorës. Po? Ushtajnë e Saliut. Tani. Po pëse si pasë regullu të zjarfikët me kaptot për dësme që kërkojnë të regulloj sot me gjithata unë e kam thonë dhe më të them që këto zoti gazetarjen bashkë Gjermane Paulistët gjithë me këllën më osë të tri si për tyre, si për syre jenë motër e vla, zëtri, motër e vla gjithate të shkazi qikë se po atë partijnë ati Po Nuk e di në Gjove Bashkën që po i thoshte Ramës ku je o Ram, për sigurisht e shumë i dashuruar. Këta e pravët e Saliu, zotri. Një Po? Së më ndërme një që bashët këtë me Ramës, Ramës është dilë, se kush është Ramës është djali ati, nipi ati antalit bërës politika, ose ka qenë Po? Takon bashë me atë i takon Berishit, i ka qenë sekretari partijës punës. Po. Por e që këto pravo që gjithë Saliu, këta i bën Rama me Saliu, unë ka i basha, ka pas shumë, gjithmonë ka pas besim. Të gjithë kish? Djaleria e djallë me tasme, a i djallë që ka maruja shtetit. Nëse ta për përdeshë, shka se të jam i tjetër, vërsta. Po. Ne në fakt kemi vendosur një temë, nuk e di, ne e ke parë, cili është institucioni ku merret më shumë rushfet. Jo vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë. Si është ajo se kuptova. Cili është institucioni ku merret rushfet? Në keni hasur? Ose tri, po një gja, unë kam një gjutë për Belimajgër që i kishin morë vjerët Saliu, vjerët për Belimajgër për bjera, ato që bëjnë legalizime, do zëti, ja kishe tonë mes Ramës, se i kishe thonë Majgës. Po. Që unë jam shua, jam ashtu ishte një nga të katazët që kishe tjerë. Po. Majgë kishe thonë, o ti e kishe thonë, po, të ti ke po vjerët të për bjera, i kishe thonë Majgë. Po. Sot për kujtë të drejke të njëmera, kishe thonë Majgë, në kene 2007 kërëporë, vjerës. Po. Po të gjithë marrë të zoti gazetarë, më mje jashtë të riskej, po të gjithë të gjithë kriminele, po të ka të vlohë. Aha. Po ne jemi në të për të vjellë, si Saliu me shburën e ti, lodhi, vrau, preu, po të patë kësë pa vrem, po i vrau dhe preu, po një gërdesa, po një tjilë, edhe po nga e tjilone me të të po nësoj, demonstratë të Liberika, kur atje në gërdes janë tjekë, si të kjashë rritë, o zoti gazetarë, vjen jashtë të riskej, kur të majtë përgjësi, ku është i Dumani, ku është i kane që i me pravo Saliu që i thotë kriminella. E kuptoj, por të gjithë ata, kush ka shkelu ligjin dhe meriton duhet të shkoj? Kush të gjithë se cili duhet të mbaj përgjësi për gjitha gabimet, që ose kush ka gabuar? Po që përgjësi për ma
të pjesë e papet. Aja më të 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 pekët djallit. Me dio kohë të vëtet, që është kamërë? E kuptoj. Ore, që përmi së një dejshë në feshtatër ke ju mëti, që të bombardu gjithë jugun, a ja vëtori për sërhiune, për ne për deputetin e sërhiune, që dole... Por më thuaj mua, tani njerëzit në 12 vite dhe këtej ankohen, jo shqiptarë po largohen, ekonomia e dobët deri tani më themi janë bërë rrugë apo çfarë mund të jetë bërë, por a mund të rinj njeriu duke pa vetëm rrugën dhe ekonomia në shtëpi të jetë katastrofë? Po pjesë drejtë, po t'i gjithë të rësë, sërhiu nuk duhet vinë për shtetë, të vinë njëri tjetër, të janë njëri, për ja, të bjerë opozitën, po jo sërhiu për një ka vrarë, ka prejë, që ka njërë, po t'i gjithë, bashkë e fitojë një shte ishin, e fitojë dhe zinu e zërbi gazetarë. Po. Po që të një bërishe një, e krejoni, se e mojë vesh për parë, të një bërishe një gjithë në grata, që të një bërishe një kërë parti politike, me Zofina Topalë, që ka kupsot plisë. Po pëse me ka kërë Zofina Topalë, që kur kërë parti politike që ishe të përzita e pëndërja, në shkimurizi kërë parti politika, i ka vajtë që ka një kërë të ta kërë parti. Po. Parti politiku më pasë. Po si mund të si mund të faktojnë këto që thonë ju, sepse mund të jenë edhe fjalë, mund mos jenë vërteta. Zë. Po janë vërteta, zoti gazetar, vjen ashtu dhe shkej që është jetë vërteta. U vjen kej për këto partit e vetë këtë shiki nuk përshkohë, zoti gazetar. Këtë nuk përshkohë që në e. Po njëri majtë të jetë i pjatër, që të fitojnë këto, për të jetë tjës, për të rapet më burë. A e dhe t'i pjata i vetë, që këtë tjetër i shëfat i vetë, këtë tjetër nuk rapitën me këto parë. Dhe do të puqin të gjithë bashkit, të rëzoj të më një regjime, se më të... Ora, unë nuk një regjime e zahojt të në kone një amor. Po. 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 Por a ishte edhe me Ramën në koalicion? Edhe me Ramën ishte koalicion, apo jo? Po. Kush mund ta përfaqësoj më miri Çamërinë e bukur dhe të madhe? Dashamir Tahiri. Po. Po. E kuptoj zotëri, e kuptoj irritimin tuaj, keni drejtat tuaj të flisni atë çka mendoni. Po nëse më lejon, sepse kemi telefonat tjetër të radhës, unë të falenderoj shumë që telefononi dhe na ndiqni. Të uroj një ditë mbar, faleminderit. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes, përshëndes para portë. Po? Mos më thoj edhe ti do fillosh me Berishën, ama. Jo. Qa Berisha, vjetë se kur është një mostër. Se mu bën, tani të flasi për temën. Po, për temën. Po. Më thuaj, cili institucion nuk merru shpet, do më thuashti. Po mirë, ne këtë po presim, që do thonë qytetarët ku ka nasur. Në papaja, kur vete në Krishtin, qofse dhe nuk i lë zarfin atje, për pashkët atje dhe atje a i të vretë që ullë shqytë poshtë. Po. Kur merë dhe kisha vetë, po nuk i lërë shpet, nuk të do. Prandaj, rishpet ishë çdo institucion ke rishpet. Ku ke asu vështirësi ndonjëherë? Në palasës, me qa u bën? Te Gjiri Lercit, te Kodra e Diellit, në Lundës, u bën me rishpete, me qa u bën ato? Po. Në çdo vend, ti kur del me makinë atje,
Po ti lësh, nuk pranon polici më, pranon 5.000 lekë. Po si le 20 mijë o 50 qenë. Nuk ta pranon më 5. Tani nuk mund të themi gjithë policët, po ka në jetë tek tukë. Unë i ka provuar vetë s'është nevoja që mund të më aprovosh, ti unë e ka provuar vetë. Po. Të ti sjellin me filmimet e po nuk e bëjmë atë gjë. Mi normal. Andaj po themi, ky vend është vendi më i korruptuar në botë. Albania është kampion bote. Po të bëhet një festival botror, ne të vend të parë në botë për korrupsion. Por si mund ta ndryshojmë këtë gjë? Nuk po themi duke hequr Sali Berishën, Edbi Ramën, Plerat, Ilir Metën, që na burgu, këtë i burgosur, e këtë i ka keqarje, këta janë dhe hipokrita më vlla. Po. Ore, këta janë hipokrita, atje në Maqedoni nuk ndodhi tërmet, nuk ndodhi aluvion, nuk ndodhi. Unë vranë në një diskotek atje këta thotë, jemi shumë të pikluar, mund të ndihmojmë me çfarë do. Po çan ndihmë do ndihmosh ti mor bret grisur. Ti ndihmo popullit do se po të vdesin këtu, po vdesin çdo ditë 4-5 veta këtu. Kush i dhe në pallatje, kush i dhe në ndej. Po, nuk e di. Duhet të di hipokrizi që ka politikanët tanë, janë hipokrita, janë falso. Pra po thua që nuk janë të vërtet, nuk janë të vërtet me qytetarin, me... Janë njerëzit më të pafe në botë, pa dinë e iman. Politikanët janë më të fëlliqur, më të ndyrë që ka sot bota. Po pse? Politikanët më të ndyrë në botë, nuk i gjenë as ka Afrika, as të Kim Jong nuk i gjenë këta politikanë. Pse? Të Kim Jong është diktatur. Është një gjë që çfarë kam parë unë, që ka njerëz që pa marrë një post, pa u bërë drejtor, pa u bërë deputet. Një ta temu me deklarere me jetën time ftajnë, po i gjete në botë, a këto mostra nuk ekzistojnë. Po përse ndryshojnë, sa marrin... Ti e pesë sot një që vajtë deputeti vajtë atje që ato korpat vete kur ka kërëm, që vajtë dhe zjarë atje. Mirë, tani duhet të shkojnë të gjithë. Siç vajti... Për qa vete atje për të marrë votat? Siç vajti dhe ministri do shkoj dhe deputeti. Tani ta falso, po janë falso, po lëre nuk janë vend për votat do zotni, vend duan votat. Po, shko, tani për votat e ka vetë... Jemi në 2025 e nuk besoj se ka shqiptarë që mund të binje. Bandat e Enver Hoxhës, 3 bandat e Enver Hoxhës, japi Elena Kocakit, Marin Memës. Po. Këta janë shqiptarët e vërdet. Kush do Komi, kush do Trojë, kush do Kosovën, Çamarin, këta janë të shqiptarët. Jo a që shetë ujrat e detit, Sali Berisha. I ashitin në 2009 në Amerika greku, se unë nuk i bajto të ujra. I kam të tepër të tha. Po. Jo ata që puthet me Fred Belerin, që puthet me organizatë argimitarë, ata janë anti-shqiptarët. Kush puthet me Fred Belerin me argimin e artë, e Piro Dhimën janë anti-shqiptarët. Tani puthjet dhe ja lejojmë njëzve, i din vetë hesapet e tyre. Ik me ta, ik ndërzeu me ta, qo gruan e vajzët, qoja argitën e atyre. Ik qoja Piro Dhimës argitën. Jo me rrugaç të kombit. Shiko, se tani kalojmë në gjëra personale dhe... Mirë, e kuptoj, po... Unë jam kombi, unë dua Shqipërinë por mirë është që të përmbajmë pak, sepse edhe na ndjekin njerëzit. Ai litarin të thua, ai do të shesh Skënderbet, të shesh Flamuri, do litarin në gryp që i mësua ma. Po sheshin e Flamurit se kemi më, se është bërë kanikur... E prishën. Kush e prishi? Brëndë i Sërbi e të Ramës. Po tani, këtë mburi me këtë shajmë, edhe këtë qajmë. E ti kush e ka marrë hoteli, ne morë vetë ata në zotni. Po. I dhenë Gjinjë Sulosheu në Amerikë të Oleksar, që ose si merë të Oleksar të ta prishim dhe, pa da, e morë për vetë. Kjo është Shqipëria është me maskarejve. Na jep neve se ta bëjmë të bukur. Shqipëria është e maskarejme, u dhe që maskarejme, 3 banda kriminale, Meta, Berisha e Rama. Kësa rrugatës a deputet legjene që kanë 2-3 fëmijë, 2-3 barë që e kanë. Ushqenjë si Ameta, ushqenjë dhe Kopilin, ushqenjë këte. Kështu e të me në 2 fëmija, në 2-3 barë, me 2-3 dashnore. Po, që kanë të papërmbajqëm, nuk lodhemi? Janë rrugë, o hanë mirë ato, afrut ateti, ka Aragoste, ka Leca, Ves Peshku, që apë djorë? Ku do dhe e? Zotritë... Po 30.000 euro ne duam 10 vite të shikojmë, por një qytetari thjesht që punon gjithë tjetër. është kombi bastardve, mos votoni vetëm për banda votoni Shqipëri. Nuk e di nëse banda kriminale. Nuk e di nëse e ke parë protestën në Serbi, Po.
doja do transmetojnë diçka tani nëse e ke televizorin, ekranin me ndimin e regjisë një protestë madhështore, Ne ka Serbin e ka pshurur në kokë. Greku në ka pshurur, në ka marrë gjysmën e Shqipërisë. Po. Serbin e ka pshurur. Nemi kom mumës, ne kom i turbit. E në vërë që ishte një plerë, një federast. Se është një gjë se shqiptarët asnjëherë nuk ngrihen për drejtat e tyre, ndërkohë mund të shkosh Ma i përbuzëro, ma i shtypur, ma ashur në gjithë Europën. transmetuan. Ne kemi humbës, ne kemi humbur. Ne 24 Enver Hoxha i fali Kosovën, ja fali Titos. I fali Qamëri, ku i kishë partizanë tanë, Trima, Legjenda, parti Uzivëvemi, Melure, a këtyre do pëshurën të varit të partizanëve tanë. Se vetëm në Tivar vrarë 5 e qitë. E di masakrën e Tivarit, i mlodhën stadiumat e Shefqet Peqi me Ramizalin. Ne ku shkatuar 5 e qitë Kosovar, i vetë një fajë se doni Shqipërinë e tike. Pra jemi... Masakre e Tivarit, ta nuk e zërgoj, masakre e Tivarit. Pra e keqja është nga brenda, jo nga jashtëpisë. Po ne jemi armitë e Shqiptarit dhe jemi vetë Shqipëria. Po si mund... Ose plas një luftë civile, ose plas një nasulmo greko o sërbi, ne do vrasim vetë vetën. Si mund të uresh veten tënde vendin ku të ke lindur dhe jeton? Lufta qilirimtare ka qenë luftë vabrase, luftë civile, nuk ka qenë luftë armiku, a ishte kalimtar Gjermani, Italiani po erdi, iku si që erdi, edhe ndojë vetë Gjermani, ka qenë një luftë vabrase. Pra dhe... Ka mos ju vran 28.000, kurse nga ata ja vran 600 veta atje. Ne u vran 28.000 të shporë. Pra dhe filmat me partizan, do me thënë... Gënjeshtra është mashtrim, historia shqiptare është një mashtrim i madh, është një gënjeshtër. Po pse ballistat i nxjerrin keqta në filma? I nxjerrin keq se janë hajke komi, se janë nacionalistët. Shqipon një që pa i ka, e ke barë stadiumi ato një qylafi plisi, është e ballistave. Po. Komunistët vërnë qylafi në kokë të ballistave. Pra i marrin meritat, po thua. Marri meritat e tyre, këta në trastarët e komi, ka 80 vjetë trastik kombëtare, 80 vjetë, janë fiturat bëtë poshtë atë komi, që u dhe një Shqipërinë. Del Sali Berisha, një spioni i Beogradit atje, me 2 gjisli për pjetë, një rrugaq, një ordiner, një dhim pjulli. Po. Dhe e mbrojnë një dhit e pjulli, dhe i vena prapa ta që kapën Kamzën, që kapën Paskuqanin, që pasore, që janë futur klandestin, ka marrë tokat e Tiranëve. Vetën o ta e pështesin, ja 100 veta. Në Beograd dali 500.000 veta, në Shqipëri dali 150 veta. Kjo është një turp. Por se ai popull që a di vlerën... Berisha është sabotatori i demonstratëve. Ai popull që a di vlerën vetes edhe se çfarë meriton, ngrihet edhe jeton. Sali Berisha do të jetë Edi Rama, sikur të jetoj 200 vjetë Edi Rama do të kryet të Shqipërisë. Nuk e di nëse është si thua ti, por... Do të flas prapë pas 11, në 12 do të marrë, në 13 maj do të marrë telefon. Dhe shko qau mi katastrofike do pësoj për doja. Të falenderoj, të uroj një ditë të mbarë. Ditë të mbarë. Do të shkojmë parashikimin e datës 12 që tha zotëria, telefonatën të mbajmë këtu. Jo, te kalendari regjia, do shkojmë në hapësirën muzikore, ndërkohë presim telefonata tjera për temën që vendosur në ekran dhe do të falenderoj shumë të gjithë ndjekësit tanë në faqen e Facebookut Blu Televizion që në ndjekin Enver Mara i thotë në gjithë institucionet ku shteti ka korupcion. Por ne do të rikthehemi sërish, ndjekim hapësirën muzikore. Ndoqëm hapësirën muzikore, ndërkohë flasim për një informacion nga qyteti Fierit, 6 automjete u përfshin në një aksident në lagjen 15 tetori në Fier, fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale nga informacionet që kemi, ndoshta shkak në qenë shpecia në një nga ato mjetet që janë përplasur, shkoni dhe pamjet që duken në ekran, ndërkohë regjia nëse të ndihmojmë me një tjetër informacion, për pak të kemi informacionin gati, pra si që pat ishin pamjet e një aksidenti në qytetin e Fierit, në lagjen 15 tetori, por fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por ne kemi një hall dhe problem shumë të madh në qytetin e Vlorës. Dhe çfarë është problemi më i madh? Si thonë, më mirë pa bukë se sa pa ujë. Banorët e pallatit Lemas, pranë një shtëpisë oficerave, kanë mbi një vit që ankohen për mungesën e ujit. Pavarësisht përpjekjeve të tyre dhe ankesave në ujësjellës, gjendja vazhdon
e njëjtë, 1 orë ujë në ditë. Pra, duhet ngrihen banorët kur vjen ujë një herë, një orë ujë në ditë për të furnizuar, por gjatë muajve korik, gusht, shtator, nuk bëhet fare fjalë që t'u vi ujë. Megjithatë, janë në mes të qytetit një lagje e madhe me një numër të lartë banorësh të ish shtëpia e oficerave. Nuk është vetëm kjo lagje, por për momentin raportojmë sepse janë banorë të cilët janë ankuar dhe kanë ngritur si shqetësim në emisionin Argon në Blu dhe kërkojnë që të ketë një zgjidhje për këtë problem të madh që është mungesa e ujit të pishëm, por edhe ai ujë që vjen 1 orë në ditë varet është i konsumueshëm apo jo. Pra, duhet të ndërhyet sepse është një situatë shumë e vështirë, po afron sezoni veror dhe imagjino që nga 1 orë do të shkojë 20 minuta dhe pse vazhdojmë projekti për usjellësin e ri në Vlorë që janë hapur rrugës që do të kemi 24 orë në ditë. Kështu që do ngopemi me ujë, mezi e presim këtë projekt madhështor që po vjen, po bësja kënga po vjen. Ndërkohë, pra, ky është informacioni që na vjen nga një banor pranë shtëpisë oficerave që kërkon një zgjidhje për mungesën e ujit të pishëm, sidomos të muajin korik që fillon që ujë s'ka. Presim bieshi. Ikim nga ky informacion dhe të kalojmë pak. Shkojmë te kalendari historik. Prit, jo, kemi telefonat. Alo, mirëmëngjes. Nuk e di, se pati një shkëputje, do shta në angrit me sy telefonatën, por do të tentojmë që ta marrim telefon, këto që është që ka zgjedhur të telefonoj në emisionin ton Argon në Blu. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si jeni? Mirë, si jeni juve? Mi, faleminderit. Nga puna telefononi? Unë jam gjyqtare nga Vlora. Nga Vlora. Dhe Po? kam një problem se tek pallati 581 aty tek Adriatiku. 581. Po. Po na bie taraca vlla. Po bie taraca e pallatit. E pallatit. Është 4 katësh. Po puna është atje nuk ka shumë komshit kanë ikur, ndoshta ka shtëpi të dytë. E janë larguar banorët. Nuk ka njëri, tani unë nuk kam forcë ta bëj vetëm taraca, se jam pensioniste. E kuptoj. Me atë pension çfarë të bësh më para? Po bie, nuk di të t'i hes me foto ta shikosh. Po bie pallati. Pra, nëse besoj institucionet e bashkisë duhet ta gjejnë zonjën që thot për pjesën e taracës. Jeni bërë ankesë në bashki? Ka vajtur te rajoni 5, ka ardhur kryetari rajonit. Polici rajonit, ka tropitur vete në përdyer dhe nuk ka dalë një i moshuar, për shembull që s'kan forcë. E kupton? Ka mbetur dhe në bashki, është e pamundur, atje nuk jetohet. E kuptoj, zonë, që është një problem normal që rrezikojni dhe ju vetë që jetoni aty dhe duhet merren masa. U vemi në dush për të lanë, na bie puf, u vemi për të ngrënë në kuzhinë, na bie ajo, e ke parasysh? E kuptoj. Është skandaloze. Do mundohem të t'i hes në foto që do. Po, nëse mund na i dërgosh në WhatsApp që ndërkohë ti transmetojmë në ekran dhe besoj që institucioni përkatës është Faleminderit që më dëgjuat, kalofsh një ditë të bukur. Faleminderit, gjithashtu edhe për ju, një javë të bukur. Pra, ishim me një zonjë që telefonoi, cila ka problem me taracën e pallatit 581 te Adriatiku. Shpresojmë që ta kenë dëgjuar institucionet që duhet merren me probleme dhe me hallet e qytetarëve të Vlorës, po jo vetëm qytetarëve të Vlorës, por gjithë ata që na ndjekin Argon në Blu. Një tjetër telefonatë. Alo, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? E përshëndet për emisionin. Faleminderit. Nga puna telefononi? Po këtu ku je ti, në kjo zonë. Si jeni? Kam shumë gjëra për të mos mbaroj as nesër, po do të them dy gjëra. Po mirë, ato çka mund thuash, pa u zgjatur që deri në mëngjes. Mëngjesin tjetër. Po? Parën e kam me çamërin. Po, çfarë kam me çamërin? Nuk jam çam, po. Por e duam çamërin. Edhe nuk po e marr vesh atë çamërin. Se po hidhet
Një na për doja, një na për këja, e po s'pongull këmbët e veta, datë në një krajë, mos lëviz më. Po pse po ndodh kjo gjë? Po nuk e di, kështu e një bërë edhe neve të djatës, dhe unë jam i djatë. Po? Edhe që Amerinë e duham e shpirë, se shtok shqiptare dhe... Po, të gjithë e duham. A i vatan po rri, po qane po rëkon atje, dhe gjitha ta njës janë vrarë, herën të vrarë, e gjitha ta njës që mbytën e lumë, dhe e di mira të zonë. Po. Në fakt... Edhe ka ndënjur në, po rri në hije, si punë atyre 4 topave që i hoqin a vëndja i miku, e i msheu plena krau tjetër, atë e Vilajete, Qamëria, Shqipëria, Makedonia, Po përse u fshyen ato 4 topa që kishin simbol? Këta intelektualit e Vlorës në duket kam vdekur. Po se u ngritën gjë në protest disa, një numër i vogël se nëse e duam qytetin, duhet të reagojnë gjithë, nëse nuk e duam, pastaj i bie. Qytetin e ka marrë lumi themin e këte nga Vlora, po më duket se mori dhe deti. Me sa duket... Të Vlorën. Me sa duket them edhe unë, po. Duket e mori dhe deti, jo lumi. Lumi ma si do të nxjerë në njam, po deti të nxjerë në Itali, në vëndet tjera, të mbetë rrasta fare. Po deti është hallit mos të qonë në oqean, e zi ku përfundon anë e mbanë pasaj. Po nuk e di, këta... Nuk shikë, ka intelektual Vlora, po popullisht vërsja të baktit e sëmura që nuk di nga ikin. Po, janë të çorientuar njerëzit, siç e ke parë dhe vetë, janë 40 partitë krijuara në vendin tonë. Ata topa përfaqësojnë të gjithë kombin, të gjithë shqiptarinë. Edhe për ata, po nuk u ngrit Vlora, unë kam një mendim të ngrihet gjithë shqiptaria, e atë pallatin atje të Sulos, e çan ato përpara aty të hidhen të tëra në shesh, dhe ai ishte sheshi i gjithë shqiptarisë me shekuj, nuk është nashti në 12-ën, ai nuk përfaqëson vetëm 12-ën. E kuptojnë, po. Manastiri, Vlora, Prizreni, kanë historira, janë larë me gjak. Neve po ashojmë të gjyshrit. Por me... Dhe jo se ashojnë ata, ke mbaruar. Me çfarë shikojmë që ne historinë e shuajmë, jo po e ngrëmë? Jo, historinë këta komunistat e zënë që na 43-shi, që me vllavrasi që në vërë tragjasti nuk e shkruajnë fare. Dhe tragjasti fillon prapë në Vlorë, pas mukjes, mbas 3 ditë e vrasë janë tragjasti. Po. Ile, edhe nuk e përmësin, se Shevrari Sile Penita dhe komandanti i jugut të ballit kombëtar Kaqin Aziz Qami. Po. Edhe nuk e përmësi fare, nuk e zënë fare në hije. Bile, unë jam një person kur e vija, nuk jam qamë. Po. Në zonë e qamë e këtu në kume në qole, në 96 në vija fotografinë e Haiti. Edhe e kam qurë dhe nuk do t'i përmës, i kam qurë dhe në për lokale qamë ose vetëm disa persona që pa ka lequr. Po kam thënë, ta qoj apo mos ta qoj. Unë jam lapë për vete. Po, zëtëri. Këta po e fshin historinë, ku e di unë nuk e di që po bëhet. Pra, ku po e qojnë të kombe, se ku do ta qojnë... Unë e kam thënë që keqa na vina brenda Leçankojmë ne, jo fajna ka ky shtet, jo ai shtet, jo po... Shiko, ka dhe një të keqe, që të shkoja Shqipëria e ambasada Jugosllavës duhet jetë në Tiranë. Po, duhet jetë në Vlorë. Ajo ambasada Jugosllavës duhet jetë se është... Po thosha për që kryeqytet duhet ta kishim në Vlorë, këtu. Jo, nuk është, shiko. E bën këta komunistat, nuk të shikoj kështu si fytyrë, dhe mund të të njoh. Po. Po, e bën këta miqtë e Vlorës, këta që kërëtarët e parë, 97 donin bënin kryeqytet Vlorës. Jo, shoku, jo. Edhe, ta ku jam një djatë, po të them një emri, po nuk du po të them se kush jam. Po. Po ta dish, edhe Flamuri, unë kam një pjesë gjakut nga Ismail Qemali. Nuk ka qenë për në Vlorë, ka qenë për në manastir. Për në manastir, po thoni? Po, dhe sër ka gjyshim që nga Vlora, ka qenë pjesar dhe në manastir. Po? Të thema semras mjemër. Dhe ata Kosovarë, pa Kosovarë Ismail Qemali nuk e ndishtë do Flamuri. Normal, pa Kosovarë, se pa Isa Boletinin... Këta nuk shkrojnë, po nuk e din. Kanë qenë 36 deputet në parlamentin turk. Nga gjithë Shqiptaria. Nga gjithë Shqiptaria? Që nga Qamëria, që nga Shqipëria, që nga Kosova, që nga Malizi, ka qenë 36. Po...
Vall. Në një debat parlamentar atje, një turk ka quajtur Ismail Qemalin mbrapa me plumb. Sepse sajti futesh disa boletini, Ismail Qemali e ndizni flak parlamentin. Po. Edhe ju Arnaut sa futen ju e dyta do bët debat të zdonza dhe sherr. Ata kërkoni të largësishin, e ke parasysh interesi kombëtar. Po. Në këta, se ke fare familjen e Ismail Qemal, nuk i gjin do t'japun këta. Dhe më vjen keq, nuk ke një deputet të isa na fis disa boletinit në Kosovë. Pse nuk do kjo, që nuk ka si nga këta trashëgimtarë? Nuk e di, është një shorje patriotizmi, duhet të flasim që na Skënderbeu, të gjithë që nga Ali Pasha, të gjitha familjet janë patriote, nuk kam pse t'i fshim. Por që me sa duke qëllimi është të fshihen të largohet historia sa më shumë dhe njerëzit të sfumohet. Jo, dhe nashti, edhe po t'i vësh veshin, nuk e di, shiko po të gjithë deputetët që kenë kone zogut, po t'i shikosh nga qa familje vinë. Të gjithë deputetët. Unë në fakt të ftoj një ditë në studio të diskutojmë si temë të, në qoftë se ke dëshirë. Po, nuk e di fute, vëri veshin të gjithë, do të përgjithoj nga familje, nga qatat, nga krajinat. Po edhe kërë plaku fshatit kur zgjidhej burr, nuk zgjidhej legend. Këtu jam dakord me të. Jam dakord, për sot e zgjedhim i kryeplak. Mua nuk paron as nesër, po... Apo një administrator që kemi dikë që është atje te shtëpia, mund ta quaj roje. Kryeplaku fshatit, kryetari i Këshillit të Lagjes, kryetari i Degës, kryetari i bashkisë, duhet të jenë fiziku, duhet të jenë një racional, jo të jenë një parti. Në qoftë se një parti i fat atje, ku do jetësh? Do jetësh lum. Po, sepse këtu është e keqja që njerëzit ndahen, se ky është i majt, nuk do ndihmojmë, ky është i djathtë. Do e ndihmojmë apo ky. Pra, ne jemi njerëz, dhe duhet, siç është fushata është një garë. Kush fitoj më i miri, por në rast se ku mbaron fushata, çdo qeveri duhet të përgjigjë qytetarëve. Kur e mori Partia Komuniste, të gjitha familjet e djathta i hodhin lum. Në 90-ën, kur erdhën të djathtët, kanë marrë asi të majta kanë hedhur lum. Po. Pra, shiko familjet se e floknat, mje mos e vogël, nuk e di sa di. Shiko familje balliste, shiko familje zogiste, shiko familje socialdemokrate që e kishte Skënder Mutua nga Tragjasi, e mori Skënder Gjinushi, që kishte bërë babait një 500 krime. pra, kjo është krijohet një përçarje midis njerëzve. Njerëzit më shumë zihen për partitë se sa për të mirat dhe për hallet e problemet që kanë në shtëpitë e tyre. Ka kapur krau majt, prandaj them ajo ambasada e Jugosllavës duhet të jenë në Tiranë. Ajo duhet të zhdukur me sekonda. Po. Hajde mund të flasje të kam shumë vllaj për të. Patjetër, unë të thash të ftoj në studio një ditë kur të duash, mund të vish të bisedojmë. Nuk ka janë të uqit e vjetë të Vlorës, ta që hiqe si burra të mirë. Edhe ato që tek ishi sekretar të parë të Jugu që dojnë të shkërim Vlorën në kryeqytet. Jo, shoku, ajo Tirana është e gjithë shqiptarëve. Edhe ta thash, Ismail Qemali të hyri nga manastiri në Kosovë, në Tiranë, nuk do të tukur dhe përfundoj në Vlorë. Dhe tha, patrimat kosovarë nuk ngrish flamuri. Po, të falenderoj shumë zotri për telefonatën, kënaqësi dhe shpresoj do të dëgjojmë sa herë të doni, mund telefononi. Faleminderit. Ka bërë një emision të mirë, shoku. Shumë faleminderit, një ditë të mbarë. Ti je mirë. Ndërkohë kemi një tjetër telefonat që na merr vazhdimisht, ndërkohë do të përgjigjemi banorëve, qytetarëve, kudo që na marrin, sepse nda jemi tut, përcjellim zërin e tyre, problemet, hallet që kanë. Alo, mirëmëngjes. Si jeni zotri? Asnjë gjë s'është bërë këtu. Asgjë nuk është bërë. Pra, ju banori i Picarit që vazhdon dhe të ngrësh shqetësimin e tij për bashkinë e Selenicës që nuk i përgjigjet, edhe pse vazhdon të ngrësë shqetësim. Nuk kujtohet fare që të bënde asnjë gjë. As edhe një. As kërkesës që është bërë, që të futesh jepër. Ke bërë kërkesë tjetër apo? Po. Është me frikë. Dhe asnjë përgjigje. Po ja, nuk frinte kjo era e madhe. Po? Që ishte kjo era e fortë? Po, kjo e fortë, unë dilja për jashtë në Afrika, se mos më binte mbi koka jo, la Marina që ku më dhorin televisë.
Por ndërkohë ti dilje për jashtë dhe flije me frikë, ndërkohë ata që më themi i keni votuar, flini rehat dhe pa frikë në shtëpinë e tyre se kjo është e keqja. Kur je mirë, nuk mendon për atë që është keq, por kur je mirë do të mendosh edhe për atë që është keq, që flë për jashtë. Po, pra, me frikë flija, e kisha mbuluar me kurje në lartë dhe kërës kujtoj dritë më bëj shpit që unë kam mbuluar. Po. Se kisha mundësi. Dhe vinet një suvat tonë që të foteshja brëndë. E kuptoj. Dhe gjitha ajo erë, ajo të binde mbi kokën që se frikë, disë nuk ishe. Nuk është dhe tha, ti e ke parë vetë nga... E kam parë, po, është situatë e vështirë për ju, por kur... Unë i kam thënë që këtu jetoj, po në shi kjo, që bëri kjo jugë e madhe. Po? Dhe në krim të avërdënë të dhe marina të unë dilja për jashtë në Afrika të mos më binte këshu mbi kokë. Dhe kësë kujtojt akoma dhe... Por ne do këmbgullim deri sa kryetari i Bashkisë të Selenicës të videt ju japi ndihmën që ju meritoni dhe që të flini pa frikë në shtëpinë tuaj. Doja që të futeshit në shtëpia ku kam mbuluar, po kjo mos të vinte as deputeti, as ai kretari si po fushati që ashtë, s'mu t'ja hedhin fajnë kryeministri kështë në Tirak. Po mirë. Në Vlore dhe kjo në tjetërin Selenit, mos të vinte që të thoshtë të dalët dhe të sëratosh apo t'i lidhësh dritat, po të takojnë që të futet brënda, t'i qojnë dyrë dritari. Po. Këta kërkoja, që kur tyre dritarën të qkutur e dritën që po të futeshja brënda në shpiti. Pra, dyrë dhe dritare kërkoni? Po këto kërkojnë pra... Nuk po kërkoni pasuri? Nuk i kërkojnë... Para? Po, nuk i kërkojnë në një arkën e ti që ka ti të shkia kuj me rogë me ti bjema mua. Qa është një qimendo e rërës, i suvatore o fut tjetëri brëndë. Të falenderoj zotri dhe të uroj një javë të mbarë dhe uroj që një ditë më thua që u zgjidha. Po, falenderoj. Miru pafshim. Ne pas këtyre telefonatave, ndërkohë probleme dhe hallave që vazhdojnë qytetarët të marrin, ndërkohë numrin që vendosur në ekranin ton, në Argon në blu, mos zguroni na telefononi apo mesazhe cili është institucioni që merr rishfet. Ca lek të thata që mezi fusin edhe xhepin mbrapa këta. Ai shumë xhepa kanë sa nuk ngopen. Ndërkohë ne shkojmë në një hapësirë muzikore sërish. Me pak ritëm regjia për gjithë ndjekësit tanë. Ndoqëm hapësirë muzikore, ndërkohë ndjekësit tanë në faqen e Facebookut, Enver Mara që në ndjek, Ana Cara, edhe Taqo Cani e kemi në ndjek live në faqen tonë në Facebook. Por, ndërkohë, do të flasim pak i Zot Joan Pelushi, kryeepiskopi i ri i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, kampanjat e Kishës Ortodokse, ku mbojnë për kryeepiskopin e ri. Ka zgjedhur i Zot Joan Pelushin si kryeepiskopin e ri të Tiranës, të Turqit dhe gjithë Shqipërisë pas ndarjes nga jeta të kryeepiskopit të ndjer Anastasit. Ndërkohë ja tek fotografia e kryeepiskopit të ri dhe ndërkohë në regjia kalojmë nga ky informacion dhe besoj se e di se ku do shkojmë apo jo. Te kalendari historik. Kalendari i 17 mars. Në 1921, Republika e dytë polake miraton Kushtetutën e Marsit. Kushtetuta bazuar në atë franceze u vlerësua si shumë demokratike, ndër të tjera ajo përjashtoi shprehimisht diskriminimin në baza racore ose fetare. Kushtetutë që shfuqizoi të gjitha titujt mbretëror. Në 1932 ndron jetë në Paris Ilias Bey Vrioni, latifondist, nënpunës, nënshkruesi i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, kryeministër, disa herë ministër dhe diplomati i shtetit shqiptar.
Në 1939 lind në Cusano Giovanni Trapattoni. Trapattoni është një menaxher italian i futbollit dhe ish futbollist i konsideruar trajneri më i suksesshëm në epokën moderne të Serie A. Një ish mes fushor mbrojtës, si lojtar ai kaloi gati gjithë karrierën e tij të klubit me AC Milan, ku fitoi 2 tituj dhe 2 kupa. Në 1948 Belgjika, Franca, Luksemburgu, Olanda dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruajnë Traktatin e Brukselit, një pararendës i Traktatit Atlantikut të Veriut që themelon NATO-n. Traktati parashikonte organizimin e bashkëpunimit ushtarak, ekonomik, shoqëror dhe kulturor midis shteteve anëtare si një klauzolë e mbrojtjes së ndërsjellë. Ndoqim kalendarin historik, ndërkohë do të kalojmë pak te nga Orikumi. Biznesi turistik në Orikum në krizë gjatë dimrit, bizneset turistike po përballen me vështirësitë gjatë dimrit duke reduktuar stafet dhe mbyllur përkohësisht aktivitetin. Pronarit e këtyre bizneseve kërkojnë një strategji të qartë për zhvillimin e turizmit jashtë sezonit veror. Normal që strategjia është zhvillimi i zonës që të ketë energji elektrike, të ketë ujë të pishëm, infrastruktura rrugore në brendësi të lagjeve. Normal, këto janë, sjellin dhe zhvillimin aktivitetet që mund të ketë në Orikum, sepse Orikumi mbyllet që në orën 5 së pasdites nuk ka qarkullim, njerëzit futen në shtëpi, janë pakët dhe ata që kanë mbetur. Pra, duket si marrë të ngjyrën gri. Pra, duhet të rikthehet Orikumi aty ku ka qenë. Unë mendoj se Orikumi tashmë duhet të jetë një bashki më njanë për të patur potencialin e duhur në turizëm. Por e ndjekim pak kronikën realizuar nga Blu Televizion, nuk e di nëse kemi gati me ndihmën e regjisë. E ndjekim. Bizneset turistike në Orikum përballen me situatë vështirë ekonomike gjatë sezonit të dimrit, si pasojë e mungesës së vizitorëve dhe mungesës së një strategjie të qartë për zhvillimin e turizmit jashtë periudhës verore. Me shumicën e turistëve që zgjedhin Bregdetin shqiptar gjatë muajve të nxehtë, hotelet, restorantet dhe shërbimet e tjera të lidhura me turizmin raportojnë një rënje të ndjeshme të ardhurave në muajt e ftohtë. Për operatorët turistik dhe sipërmarrësit në Orikum, dimri është një periudhë e vështirë, pasi shumë prej tyre detyrohen të reduktojnë stafin ose madje të mbyllin aktivitetin përkohësisht për shkak të mungesës së klientëve dhe kostove të larta. Dimri vetë koha flet që s'ka lëvizje normale që dhe punë ka shumë më pak. Ndoshta afër zeros. Ka klient vendas, shumë pak të huaj. Vendallit janë vetëm ata kur vinë në fundjava, nuk është se ka që janë të preshur. Normale janë me fëmijët në shkollë, me punët e tjera. Ndryshesh sezoni korriku dhe gushti. Cilat janë sfidat kryesore që përballet biznesi juaj gjatë sezonit dimëror? Mund të marr një letër i lapse se janë ca. Duhet të shënoj po si më mend gjithë tani. Por të them drejtën, shpenzimet janë shumë të shumta. Pastaj janë varet nga zërat, ca janë më të larta, ca më të ulta, por ka shpenzime të shumta, ka amortizime, ka kosto punëtorësh, rroga, sigurime, taksa. Të gjitha këto zëra bëjnë që pa vënë në kosto kuptohet dhe shpenzimet e familjes time, që jemi 5 veta me 3 fëmijë. Po mundohem ti mbaj të gjitha bashkë, dhe biznesin dhe familjen. Ka raste që mund të lëdheroj diçka mbas nga familja vetëm mbaj biznesi, sepse ai biznes ta mban në këmbë. Është goxha vështirë dimri. Këtu personalisht e shoh shumë të vështirë. Shumë biznese e mbajnë mbyllur. Po tani nuk punoj, se s'ka. Nuk ka, domethënë që vjen njesh, nuk ka. Po di behari. Ku vjen behari këtu ka më shumë se sa në Tiranë.
në Orikum. Ka shumë fare. Periudhën e dimrit tani? Ja, tani është mos i fshat. Thoj fshat një lloj. Mos i fshat. Nëse si ja bëjnë për të? Veç ja rrimbyllur, mund të nga një i radhë kështu i hapur. Ja të veç po është një apo dy, s'ka mbyll ja e shethi këtu në cep. Dhe nuk ka pse. Nuk ka njerëz që nuk i hapin. Nuk ka njerëz kanë që hapin se dhe hap do rrin kot. Një tjetër pengesë është infrastruktura e papërshtatshme dhe mungesa e alternativave për turizmin dimëror. Gjithë Bregdeti shqiptar ka një potencial të cilë jo vetëm Orikumi. Por duke qenë se jugu i Shqipërisë ka Bregdet pa e ullur vlerat normale veriut apo Shqipërisë mesme, pjesët ku lagen nga deti, jugu e ka ujnë pak ndoshta më të pastër, më ndryshe dhe për këtë preferohet ndoshta më shumë, por ka potencial të jashtëzakonshëm. Infrastruktura është në ndërtim e sipër, por janë shumë të ngadaltë. Proceset janë shumë të ngadalta. Mendoj që këto gjëra duhet ishin mbaruar shumë herë më shpejt. Dhe shteti duhet jetë në mbështetje të gjithë bizneseve dhe popullit, jo vetëm në momenti kur duhet marrë vota. Në mungesë të masave konkrete, rreziku që shumë biznese të mbyllen ose të operojnë me humbje gjatë dimrit mbetet i lartë. Prandaj operatorët turistik dhe sipërmarrësit në zonë presin një angazhim më të madh për të siguruar që Orikumi të mos mbetet një destinacion turistik vetëm sezonal. Ndoshim kronikën nga Orikumi dhe besoj situata. Shkojmë pak në hapësirë muzikore? Jo. Më mirë shkojmë tek parashikimi i yjeve për sot. Po jo, shkojmë në hapësirë muzikore gjia. Dasëm e paçim për ditë, po ku janë e këto dasma se s'po martojnë këta të rinjt. Dhe për të parë se do të kemi dasma apo jo, unë them të shkojmë pak tek parashikimi, tek horoskopi për ditën e sotme për yjet dhe bashk do të përshëndetemi dhe do të takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ju uroj një ditë të mbar dhe ruani veten dhe të keni mirë shëndetin. Horoskopi i datës 17 mars. Dashi. Ditë ideale kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do t'ju plotësojnë dëshirat më të zjarta dhe do të ndiheni me fat që keni pranë dikës si partneri juaj. Beqarët do të kenë takime, por tekat e shumta do i largojnë menjëherë ata persona. Në planin financiar do të kryeni shpenzime marramëndse dhe situata do të jetë mjaft delikate. Demi. Asnjë planet nuk do të kenë ndikim të drejtë për drejtë tek jeta juaj në çift, prandaj gjithçka do të varet nga sjellja juaj. Do të ndiheni të lumtur nëse toleroni më tepër. Beqarët do të kenë disa takime interesante, por në fokusin e tyre nuk është krijimi i shpejtë i një lidhjeje. Financat do të jenë mjaft të ekuilibruara dhe as pak problematike. Në këtë periudhë mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më shumë. Binjakët. Do të keni shumë ngjarje me rëndësi gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe do të ndiheni mirë në çdo moment. Mbrëmja do të jetë edhe me zjarrt se sa ka qenë. Beqarët do të kenë takime vendimtare të cilat do t'ju ndryshojnë tërësisht jetën. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Do t'i përmirësoni shumë shpejt të ardhurat dhe do të ndiheni më të qetë. Gaforia. Do të keni konflikte të zjarrta gjatë kësaj dite me personin e zemrës dhe do të mërziteni shumë për këtë fakt. Në fakt të dy keni faj dhe duhet ta pranoni këtë sa më parë. Beqarët do të kenë një marrëdhënie të ngrohtë me personat që do t'ju gjenden afër, por nuk pritet asgjëre në planin sentimental. Në planin financiar duhet i bëni sy të katër nëse nuk doni probleme. Luani. Ditë shumë e qetë dhe pa problemin më të vogël kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do të keni asnjë debat, përkundrazi do të kuptoheni më së miri. Dielli do të jetë planeti që do të ndihmojë beqarët të gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe më në fund të krijojë një lidhje të qëndrueshme. Në planin financiar mos abuzoni me shpenzimet edhe nëse situata është e stabilizuar. Virgjëresha. Dita e sotme do të jetë e bukur dhe emocionuese për ata që janë në një lidhje. Do të jeni të dy të gatshëm të provoni gjëra të reja dhe të ndërmerrni edhe sakrifica. Beqarët do të kenë aventura romantike mjaft të këndshme, por për fat keq shumë të shkurtra. Në planin financiar, situata nuk do të ketë asnjë tronditje dhe ju do të ndiheni më të qetë. Peshorja.
Nëse nuk bëni tolerime dhe nuk hapni rrugë në jetën tuaj në çift, situata mund të ndërlikohet jashtëmase sot. Ndikimi i yjeve nuk do të jetë as pak në favorin tuaj. Kujdes edhe me xhelozit. Beqarët do të joshin pafund, por asnjëri nuk do të interesohet për ta. Financat nuk do të jenë as pak shqetësuese, megjithatë, mirë do të ishte mos të luanit shumë me zjarrin, sepse do të diqeni. Akrepi. Do të ketë zhvillime pozitive gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, kështu që përgatituni edhe për surpriza. Partneri do të bëjë gjithçka që ka në dorë në mënyrë që t'ju bëjë të lumtur. Beqarët duhet të maten mirë përpara se të bëjnë deklarata të forta dashurie. Merkuri do të jetë planeti që do të favorizojë të ardhurat. Me pak maturi dhe përkujdesje do të arrini të stabilizoni situatën. Shigjetari. Plutoni do të jetë i pozicionuar mirë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do ta kaloni shumë shpejt fazën delikate në të cilën ndodheni dhe do të jeni më të qetë. Beqarët nuk do të dinë as vetë se çfarë duan dhe në këtë mënyrë do të qëndrojnë ashtu siç janë. Në planin financiar bëni kujdes të mos hidhni hapa të nxituar të cilët mund t'ju shkatërrojnë. Britsjapi. Do të keni shumë komplekse gjatë kësaj dite dhe partneri do e ketë vështirë t'ju plotësojë dëshirat. Do bëni të mirë të ndryshoni sjellje nëse doni të ndiheni më mirë. Beqarët do të kenë një ditë me fat, gjatë së cilës mund të takojnë princin e tyre të kaltër. Në planin financiar do të keni rritje të menjëhershme të ardhurave. Do të mund të kryeni edhe investimet e menduara. Ujori. Nëse lidhja juaj është e fortë, dita e sotme do të kalojë për mrekullim. Do të dini më tepër për partnerin dhe do të argëtoheni së bashku. Për ata që kanë pasur vështirësi, gjërat nuk do të shkojnë ashtu si duhet, kështu që bëni kujdes. Beqarët do të marrin propozim, por nuk duhet ju besojnë verbërisht të gjithëve. Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme, prandaj bëni kujdes. Peshqit. Ka rrezik të ketë probleme serioze gjatë kësaj dite për të gjithë ata që janë në një lidhje. Mos flirtoni me persona të tjerë, sepse do e lëndonit pa mas atë që keni në krah. Beqarët do të kenë një takim gjatë ndonjë udhëtimi apo ndonjë vizite diku. Në planin financiar duhet të tregoni sa më të matur me shpenzimet, sepse po e teprua do të futeni në një gjendje delikate.